është një nder i veçantë dhe një përgjegjësi institucionale që sot para jush të paraqesim analizën vjetore të punës së Drejtorisë Rajonale të Prishtinës për periudhën janar-dhjetor 2025. Sepse siç është thënë me të drejtë, siguria nuk është thjesht mungesë rreziku, por prania e besimit. Dhe ky besim ndërtohet çdo ditë me përkushtim, profesionalizëm dhe shërbim të ndershëm ndaj qytetarëve. Rajoni i Prishtinës mbetet një nga rajonet më të rëndësishme policore në vend, duke përfshirë ky qytetin dhe 6 qytete të tjera në zonën e përgjithësisë. Prishtina si qendër kombëtare dhe ndërkombëtare, ku janë të përqendruar institucionet më të rëndësishme shtetërore dhe diplomatike, paraqet një kompleksitet të veçantë në aspektin e rendit dhe sigurisë publike. Në këtë kontekst, kërkesa shtetërore për siguri është legjitime dhe e vazhdueshme, sepse rendi publik është themeli mbi të cilën ndërtohet zhvillimi i një shoqërie. Gjatë vitit 2025, Drejtoria Rajonale e Policisë në Prishtinë ka punuar me përkushtim për realizimin e objektivave strategjike të Policisë të Kosovës, duke dhënë prioritet luftës kundër kriminalitetit dhe rritjes së sigurisë publike. Veprimtaria policore është menaxhuar përmes planifikimit operacional, analizave të vazhdueshme dhe bashkëpunimit të ngushtë me organet e drejtësisë dhe institucionet partnere. Sepse ne besojmë fuqishëm se forca e policisë nuk motet vetëm me autoritetin, por me drejtësinë dhe shërbimin ndaj qytetarit. Në kuadër të punës së hetimore, gjatë vitit 2025 është ruajtur në nivel i qëndrueshëm i performancës profesionale. Sipas raportit vjetor, fuqia zbuluese e veprave penale për vitin 2025 ka qenë 82.1%, çka reflekton kompleksitetin e rasteve dhe sfidat e reja kriminale. Ne jemi të vetëdijshëm se përmirësimi është proces i pandalshëm, sepse profesionalizmi nuk është destinacion, por rrugtim i përditshëm. Një zhvillim i rëndësishëm institucional gjatë vitit 2025 ka qenë fillimi i monitorimit elektronik të urdhrave mbrojtës, me që rast në kuadër të DRP Prishtinë janë përfshirë 86 persona në 43 raste. Ky mekanizëm është një hap i madh në mbrojtjen e viktimave dhe forcimin e sigurisë sociale, sepse një shoqëri motet nga mënyra se si i mbron me të pambrojturit. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 është intensifikuar policimi në bashkësi dhe janë realizuar projekte të shumta vëdësuese dhe parandaluese në bashkëpunim me komunitetin. Të nderuar, mbështetur në analizën e gjithëpërfshirëse të vitit 2025, konstatojmë se rendi dhe siguria publike në territorin e rajonit të Prishtinës vlerësohet e qetë dhe stabile. Ky është rezultati i punës së përbashkët. Siguria është arritje kolektive, jo institucionale. Në këtë analizë nuk mund të mos falenderojmë menaxhmentin e lartë të Policisë të Kosovës, komunat e rajonit të Prishtinës, institucionet e drejtësisë, partnerët ndërkombëtar, media dhe komunitetin për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Mirëjohje më e veçantë u takon gjithë zyrtarëve policorë në terren, se cilët janë shtylla kryesore e sigurisë publike, sepse nderi i uniformës nuk qëndron në simbole, por në sakrificën e atyre që e mbajnë atë. Ne zëtohemi se do të vazhdojmë të jemi të përgjithshëm, profesional dhe të përkushtuar për të përmbushur misionin fisnik të Policisë së Kosovës, duke ofruar shërbime të shpejta, cilësore dhe një ambient sa më të sigurt për qytetarët. Të nderuar të pranishëm, në vazhdim prezantojmë raportin vjetor për periudhën kohore janar-dhjetor 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë kohore 2024. Gjendja e sigurisë, raportimi, hetimi dhe zbulimi. Rastet e raportuara për shembull gjatë vitit 2024 kanë qenë 19.874 raste, ndërsa në vitin 2025 19.941 raste, shprehur në përqindje 0.30% kemi pas një ngritje, por ngritja e numrit të rasteve nuk determinon rritjen e kriminalitetit, por njëkohësisht paraqet edhe aktivitetet policore, cilët me aktivitetet të tyre në terren ka arritur të identifikojnë dhe zbulojnë raste dhe kryes të tyre, dhe pastaj kemi këto dhe ngritjen, e do ta shihni në vazhdim, në slajdet në vazhdim, se kemi ngritje të armbajtjeve pa leje dhe narkotikëve, posedimit të narkotikëve, dhe ato janë raste të cilët janë identifikuar, janë zbuluar dhe janë jetuar nga zyrtarët policor, e që ka determinuar dhe pak rritjen e numrit të rasteve në përgjithësi. Veprat penale kemi në zbritje me -5.90%, apo 10.908 kanë qenë 2024, 10.269 vepra penale në vitin 2025,
dhe po shihni edhe incidentet, tek incidentet kemi pak një ngritje për 6.8%. Përditshmëria e rasteve dhe vepra penale krahasuar 2024-2025. Po shihni tek rastet me veprat penale, thamë që kemi një zbritje të zbuluara gjatë vitit 2024 6669 raste, gjatë vitit 2025 6478 raste. Të pazbuluara gjatë vitit 2024 3410, ndërsa të pazbuluara kanë vetë në vitin 2025 2978 raste. Gjithsej të zbuluara gjatë kësaj periudhe të mëhershme ato që bartën nga viti në vit, do thonë kemi në vitin 2024 8644 vepra penale, në vitin 2025 7763. Tek zbulueshmëria e përgjithshme, në vitin 2024 kemi pas 85.76%, ndërsa në vitin 2025 kemi një ramje që është 82.1%. Disa nga veprat penale më serioze, vrasje rënd nga 8 në 6 minus 25%, do donim që mos të kemi asnjë vrasje, por ja që ka ndodhur. Lëndimi rënd trupor, kemi një rritje nga 77 raste në 83 raste për 7.8%. Një ngritje, lëndim i lehtë trupor, po ashtu një ngritje për 6.5%. Tek veprat penale kundër pasurisë, vjedhje në 5.3% kemi ngritje, vjedhje e rënd minus 3.1%, gravitet minus 10.5%, dhuna në familje minus 1.9%, posedim dhe shitblerje pa autorizuar narkotikëve nga 613 në 775 raste apo ngritje në 23.5%. Ku reagimi policor në thirrje gjatë këtij viti ka qenë mesatarja 12.37 minuta. Ne synojmë që ky rezultat të jetë edhe më i ulët, ne synojmë 10 minutëshin, por kjo është mesatarja, përfshi edhe fshatin më të larg, po përfshi edhe lokacionin më të afërt të stacionit apo të qendrës. Gjendjen komunikacionin rrugor, tiketat e shqyrtuara, këtu kemi një ngritje të shqyrtimit të tiketave për 8.70% nga 212.931 në 231.478 tiketa. Ne nuk mboremi shumë me këtë shkrimin e tiketa, por megjithatë është detyra jonë dhe obligimi i jonë që sigurojmë komunikacionin rrugor, edhe kur mirret përqindja edhe e vozitëve të ri në rrugë, që është dikon rreth 10% më tepër se në vitin 2024, dhe regjistrimi i automjeteve po ashtu 9.6% më tepër ka në Kosovë regjistruar automjete, faktikisht po na del sa të ngatë edhe rritja e numrit tiketave. Aksidentin në komunikacionin rrugor, gjithsej aksidente 9.712 në 2024, 10.338, por që kemi për 6.4% në rritje të aksidenteve të përgjithshme. Personat lënduar po ashtu është në rritje për 10.80%. Aksidentet me lëndime nga 2.839 në 3.235, 13.9% në ngritje. Aksidentet me dëm materiale po ashtu nga 6.854 në rritje për 7.075 raste, apo 3.2% më tepër. Aksidentet me fatalitet, në vitin 2024 19 aksidente, ndërsa në vitin 2025 28. Personat të vdekur 21, në 2024 29 2025 kemi një ngritje, na vjen keq për këtë ngritje të aksidenteve, sidomos atyre me fatalitet. Urojmë që gjatë këtij vitit numri të jetë shumë më i vogël, se çdo vit edhe në vitin 2025 kemi pasur edhe sfida. Lëvizjet e shpeshta të personelit dhe mungesa e personelit policor të graduar, angazhimet shtesë në ndërpërmjet revizë veri, angazhimet me numër të lartë të organizimeve vendore ndërkombëtare në kryeqytet, vizita ndërkombëtare, aktivitete sportive të nivelit ndërkombëtar, si dhe protesta të ndryshme, angazhimi në pika statike dhe objekte me rëndësi të veçantë, mungesa e hapësirës së mjaftueshme për Prishtinë dhe kryeqytet. Erdhëm tek konkluzionet. Gjendja e sigurisë e qetë, performancë e rritur në analizë, parandalim, hetim dhe zbulim. Trendet e kriminalitetit kanë shënuar rënien në shumicën e formave të paraqitjes, janë ulur veprat penale kundër jetës dhe trupit, si dhe kundër pasurisë. Hapja e 2 në stacionin në Ajvali dhe Komaran është një përfundim të procesit. Kemi ngritje të numrit të zyrave sektoriale, aksidentët në komunikacion kanë shënuar rritje e nivelit të sigurisë në shkolla, informata inteligjencë në rritje, rastet e dhunës në familje në rënje,
rastet të mbajtjes pa leje në rritje, veprat penale të narkotikëve në rritje, digitalizimi i dosjeve sektoriale i përfunduar. Kemi para pa edhe objektivat të bazuar edhe në objektivat e drejtorisë së përgjithshme, kemi para pa edhe objektivat për drejtorinë rajonale të policisë në Prishtinë, garantimi dhe avancimi i sigurisë publike, rritja e zbulshmërisë së veprave penale, sidomos atyre me kryes të panjohur apo ENN si themi, parandalimi i aksidenteve dhe ngritja e sigurisë në komunikacion rrugor, zbatimi i strategjisë integruar të drejtuar nga inteligenca dhe policimi në bashkësi, patrullimi dhe mbulimi i zonave të përgjegjësisë bazuar në konceptin policimit në bashkësi, rritja e cilësisë së informacioneve inteligjente 5x5x5, ulja e kohës së reagimit, funksionalizimi i 2 stacioneve policore Komaranda e Vali, aktivizimi i objekteve të reja policore në Durrës së Prishtinës dhe stacionet policore, rritje kapacitetit profesionale përmes trajnimeve brenda dhe jashtë shtetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit në institucionet vendore dhe ndërkombëtare, si dhe me komunitetin. Ju përgëzoj për punën e deri tashme edhe për sukseset e arritura. Njëkohësisht shpresoj që këtë vit dhe vitet e ardhshme të keni më pak punë, më pak telashe. Njëkohësisht në emër të kryetarëve të komunave të regionit Prishtinës ju ofrojmë bashkëpunim kudo që ju e shihni të arsyeshme bashkëpunimin e komunave, lirisht na drejtoni dhe zyret tona do të jenë të hapura për juve, në mënyrë që kozgjatja e intervenimit edhe siguria e qytetarëve të jetë prioritet për neve. Përgëzime për punën dhe punë të palodhshme. Faleminderit.